ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نمیشه. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بگن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. ما تعرض به کسی نکردیم و به هیچ وجه تعرض احدی رو هم قبول نمی‌کنیم و تسلیم تعرض هیچ کس نمیشیم. منطق ملت ایرانه، این روحیه ملت ایران. و البته آمریکایی‌ها، اونهایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستن، میدانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران ناپذیری خواهد بدون تردید. Khamenei thot nuk e njohin historinë e Iranit, nuk e din që Irani nuk e ka zakon të dorëzohet, nuk është dorëzuar asnjëherë Persia në, do thënë ai Republikën Islamike që udhëheq dhe Persin si koncept historik, ai bashkon në një, thot ne si popull nuk dorëzohemi kurrë. Mendon që do ketë rezistencë reale Goxhaj? Absolutisht po, që do të ketë rezistencë reale, i ka kapacitet për të pasur rezistencë reale, në rast se Trumpi do vazhdoj me këtë sindromën e Zotit që e ka zënë, pra duket vetja sikur është Zoti dhe ai mund vendosi se gjithçka në këtë botë, do të shënoj dita që Amerika do të sulmoj Iranin ashtu siç ai pretendon ta sulmojë me gjithë ato forca, do të shënoj ditën e fillimit të rënies perëndorisë amerikane. Pra hegemonia e saj në gjithë lindjen e mesme do të marrë fund shumë shpejt, pavarësisht se ata Irani do t'i shkaktojnë shumë dëme, pra ajo nuk diskutohet për dëmin e saj, por nuk do të mund ta fshin, pra nuk do të mund ta mundin dhe nuk do të vijë ajo që Trumpi thotë që ata do t'i ulen nesër në tavolinë. Pra me çfarë do të dëmi që të shkatërrojnë, iranianët nuk do t'i ulen kurrë në tavolinë dhe vetëm mënyrë, pra e zëmë në një moment saktuar se ja shkatërroi edhe atë qendrën nukleare që ka Fordo. Po më pas. Po ja shkatërroma. Mund të shkatërrojë edhe industrinë e raketave. Një pjesë e madhe industrinë e raketave nuk ka që industri që i shkatërron, si industrisë raketave. Ajo është e shpërndarë në gjithë territorin. Irani është një vend me thellësi strategjike, nuk është një vend si punë e Izraelit që i ka dy gishtvend. Pra po t'i vëmë në hartë, me të njëjtën shkallë, Izraeli mbulon dy gisht, kurse Irani do t'i vësh dy pllëm. Pra ka thellësi strategjike totale dhe këtë thellësi strategjike nuk është se e mbulon dot. Pra çfarë do të bëj?